What the fuck? Rogerti dhe agresiviteti I tij kundrejt Mateos. Dhe jo vetëm kundrejt Mateos, Kostian, por edhe kundrejt Mirit, duket sikur këto javët e fundit Rogerti është të çmendur në thonjza, po dhe si rrallë herë, domethënë javën e fundit me kaq shumë tensione, ndërkohë që zakonisht banorët në historinë e Big Brother, qoftë VIP, qoftë me njerëz të thjeshtë në javën e fundit kanë qenë të shijuar, kanë shijuar ato ditë, kanë ecur kështu, kanë kujtuar ato kujtimet e tyre, hyrje, por jo Rogerti me sa duket deri në pikën e fundit dhe fishekun e fundit po e ruan për banorë, specifikisht për Mateo. Ka pasur akuza shumë të rënda kundrejt Mateos, ka aluduar mbi seksualitetin e tij, ku kujtojmë që Kesi u largua nga loja vetëm se e përdori disa herë kundrejt Kristit. Dhe Rogerti vazhdon të qëndron akoma. Po, dhe madje mbi të gjitha e kërcënoi dhe I tha, do të vi me gjithë fisin tim te palestra, bëj gati shokët. Një gjë shumë e ulët, por gjithsesi megjithëse Rogerti I përmendi pak shokun në mënyrë jo pozitive, pas pak do të kemi në një telefonat live një prej miqve të tij më të mirë, gjithashtu miqve të Mateos, gjithashtu edhe kolegun e tij. Por përpara se ne të arrijmë aty, duhet na bëni subscribe në këtë butonin e vogël sepse buka e gojës njerëz. Bravo. Subscribe në Andale dhe follow në gjitha rrjetet tona sociale, në Andale gjithashtu edhe në WTF Show by Andale është username I Instagramit ton. Tani, e marrim në telefon, sepse rrezik ata janë bërë gati duke u mbledhur dhe po presin fisin e Rogertit aty, Le të shohim, po. Përshëndetje, si kalon? Mirë, faleminderit. Unë jam Artemisa dhe po të telefonoj nga Andale, lidhur me situatën që ka ndodhur me Mateo në Big Brother. Tani, Mateo është kërcënuar nga Rogerti që do ju vi në palestër me fisin tim blidhi shokët. Dhe unë të mora aty se thash ti si shok I mirë që je me Mateon dhe koleg mbi të gjitha, keni ndonjë kundërpërgjigje rreth këtyre kërcënimeve? E kemi bërë në Instagramin e Mateos. Okej, po, do me thënë, a ju duken etike të gjitha këto fjalët që Rogerti ka përdorur javën e fundit, agresiviteti kundrejt Mateos? Normalisht që nuk është normale, po përderisa produksioni vazhdon akoma ta mbaj brenda të lojë, kështu që nuk e di, por gjithsesi ne atë çka kishim reaguar edhe nëpërmjet postimit fundit që bëm. Po cili ka qenë, më thënë, nëse mund na citosh pak në këto momente postimi që ke bërë, që edhe për ndjekësit tanë ta kenë parasysh tamam. Po, Kostian, kemi thënë që, dhe me thënë, burra është I mirë pritur, por gjithsesi nuk besoj që ka vënd për Rogertin që t'jetë brenda as ambienteve palestrës tonë, as me fis, as pa fis, as kuptam, kështu që mendoj që nuk ka vënd aty maksimumi që mund na shikoj, është kaloj në autostradë, mund shikoj vëndin e punës Mateos dhe në gjithë neve. Po, si jeni ndjerë kur I keni parë këto fjalë që ai ka thënë, madje Rogerti ka aluduar edhe mbi seksualitetin e Mateos, gjë që është shumë e shëmtuar, sepse një ish banor u largua dhe u përjashtua pikërisht për këto terma, që përdori kundrejt një ish banori tjetër. Secili ka drejtën e vetë flaset, që Mateo në dik shumë mirë se ka dhe një marrëdhënie shumë bukur që ne gjithë përkrajim me Brikenën, sepse nuk është kemi që me folë ma shumë. Edhe pyetja e fundit, me Brikenën keni pasur mundësi të flisni? Pas daljes? Di që nga familjarët e Mateos ka pas kontakte dhe kanë folur, që nuk di për më shumë. Çdo gjë është okej, do me thënë, Brikena, familja e Mateos janë super okej me njëri tjetrin, apo jo? Po, janë gjithë shumë okej, gjithë shumë mirë, kështu që presim që të mbaroj edhe ajo pjesa e Mateos, mbaroj edhe shtukna dhe të hanë gjitha të lokume. Tani, po do donim edhe net në ambërsonit një qik me lokumet e Mateos dhe Brikenës. Po, kështu që shef, edhe po presim vetëm shtunën, që të vjes, po bëjmë gjithë Mateon, jemi gjithë prop se jo e meriton, një djalë me karakter të fort, ka dhënë maksimumin aty brenda, më të mirën e mundshme, ka treguar një shembull modest një djalë shqiptar të ri, kështu që edhe pse e kanë ofendu, e kanë bullizu, e kanë përfshi familjar, besoj që Mateo në fund ditës ka tregu maturi, pikuri, për moshën që ka dhe jemi shumë të kënaqur dhe shumë të lumtur gjithë. Mendoni që Mateo do jetë fituesi I këtij edicioni? Absolut. Jo. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi. Shumë faleminderit dhe të kërkojmë ndjes. Sukses te Mateos. Kaq, vetëm mos ta bëni kështu titull të mbas kamon. Flet miku ngushtë I Mateos, absolutisht. Jam pike faj e ti. Nuk të mbaj asnjë lloj faji. Të mori Artemisa. Artemisa me Kostianit të dy, përshëndetje. Faleminderit. Gjithashtu faleminderit. Ciao.
Pra, kolegu dhe miku i ngushtë i Mateos tha, nuk jemi dakord, Mateon e dua me fitore dhe mbi të gjitha Kostian do ham llokumet. Da llokume se jam mas e vdishëm të mbërsojmë i qik. Jo, okay, ti e ke të ndaluar, do t'i haj vetëm unë, patosin dhe O zoti mas, më në fund do ham llokume Kostian. Ama është qërë se vdishëm që qërosëm i qik. Jo, ti e ke të ndaluar të hash llokume, okay? Do t'i haj vetëm unë, i çoj me një fatosit. Nëse urimet e mia do t'i kenë ata se si do që do shkoj, si fituesi jo, urojmë që çifti të vazhdoj sa më gjatë. Çifti të vazhdoj jashtë Big Brotherit sa më gjatë, sepse brenda Big Brotherit rrugtimi tyre u ndërpres, sepse Brikena mbeti jashtë finales së Big Brotherit. Dhe në fakt në rrjet nisën këto komentet e mllajfosura pse Rogerti dhe jo Brikena. Prandaj ne vendosëm të bënim një sondazh ku në fakt 90% e votave ishin që Brikena meritonte finalen dhe Rogerti duhet të ishte jashtë finales së Big Brotherit. Unë një gjë nuk kuptoj, nëse 90% ka qenë pro qëndrimit të Brikenës, pse nuk e kam përkthyer në vota? Ta them unë pse? Sepse Rogerti është kushuri i sponsorit general të Big Brother VIP Albania 5. Kështu që Kostian, këtu futen edhe muhabete parash. Si do sponsorizohej java e fundit? Po gjithsesi ne këtë nuk e dim të sigurt. Jo, sigurt. të sigurt nuk e dim, por aludime ka shumë dhe ku ka zë s'është pa gjë, thonë. I kam parë këto live në televizin lart e poshtë, po still, domethënë Rogerti ishte edhe një keqe domosdoshme dhe për t'u habitur më shumë. Dhe nëse nuk do ekzistonte kjo teoria që Rogerti është një kushuriri i një prej sponsorave të Big Brotherit, Rogerti ka shumë mbështetje jashtë. Nuk e di se ku e ke vënë reti këtë, më shumë se sa Brikena? Po, jo, nuk e di, më shumë se sa Brikena, unë mendoj që Brikena ka më shumë popularitet dhe në fakt mendoj edhe që Brikena e meritonte sepse ka qenë pjesë e Big Brotherit since day one, që ditën e parë dhe ka dhënë për ato format. Themi dhe mbi të gjitha duke parë tani javën e fundit dhe mënyrën se si po luan Rogerti, realisht nëse jo nuk habitem. Nëse nuk duhet të kishte, domethënë, mirë që s'duhet kishte qenë, po dhe tani që është duhet të dali me zarf të zi para finales. Na nuk besoj që do ndodhi për javën e fundit teksa nuk e kanë nxjerr muaj më përpara. Nëse se më lodhi ky Big Brother i kaloi një çik te ferma VIP me hyrjen e Ermiona. Ermiona Bell, një ikon dhe një personazh shumë i pëlqyer nga publiku. Do të thënë njerëzit kanë filluar edite direkt, u ndiqja këto faqet e memeve dhe ishin direkt që janë gati, jo pa do bëjnë namin, do shkatrojnë. Nuk e di se për cilin nam po flet ti, sepse nëse do duhet të bënte nam Ermiona, do duhet ishte kundërshtare me Mozën dhe jo të ishin bërë shoqe. Pa të ishin shoqe nga më përpara, kështu që është okay. Ato gjithsesi kanë plot banor për të përplasur dhe për të nxehur gjaka, se Ermiona ka filluar pak a shumë, do të thënë ngacmon, po hedh që ishte muhabeti cigareve, pastaj kemi pastaj Leonidan me Sonin, kështu që kanë filluar dhe te ferma VIP kanë filluar gjakrat ndizen, absolutisht. Kostian. Se këtë do thoja. Kostian, e diti kush janë 5 hitet më të suksesshme të gjitha korave në këngët shqiptare? Nuk e di për jam i sigurt, po tjetë për mua unë i them shumë mirë di kush janë, po puna është këto këngë luajnë pafund ende në dhomën time në makinë, ku do në çdo lloj vendi. Ti a e konsideron veten mbret? Jo. Jo? Pse? Pse mbret? Po pse? Po kur e konsideron Enca me Noise King and the Queen, pse mos e konsiderojmë ne të dy? Shiko, me thënë të drejtën, të keshim bashkëpunim si Bow Down. Me sa klikime ka? Tani Bow Down është në vendin e 5 me 188 milion klikime në YouTube. Tash i motra me 188 milion klikime në YouTube, edhe unë do ta ndjeja veten. Bow Down do të kemi. Shumë këngë suksesshme, shumë e bukur, por gjithsesi nuk arriti t'ia kalonte suksesit të këngës së Butrinti Merit Kidës dhe Ledrit me 215 milion klikime dale. Ajo është një hit shumë i bukur, nuk e sfarituar. Ajo tresha asnjëherë nuk zhgënjen. Por unë e di nga kush u zhgënjeva nga vendi i tretë, Kostian, se prisja të ishte kjo këngë në vendin e parë, të Kalali Shpirt me Silva Gumbardin, Dafin, ka 807 milion klikime në YouTube. O, po edhe 807 janë pak. Nuk janë pak, por kjo është kënga. Janë kur pak. Kjo është një këngë e mirëfillt shqiptare. Nuk na përfaqëson më së miri dhe mendoj e meritonte vendin e parë, por në fakt në vendin e dytë është dhurata Dora me Soul King, 954 milion klikime. Kjo ka bërë shumë buj. E gjithë lindjes mesme që janë Marok, Algjeri, gjitha. Dhe vendin e parë e merr mbretëresha Era i Strefi me bombonin. 977 milion klikime, të cilave u janë hequr
shkëlqyer klikimet që kishte marrë Era Istrefi më parë në kanalin e saj, se mban mend që ju blen të drejtat dhe kaluan në Ultra Music. Ajo gocë shkëlqyer me të Kështu që Era mund të kishte kaluar dhe 1 biliard klikime në YouTube. Po më gjithsesi, shiko, ato janë vetëm nëse e cami vetëm në YouTube. Ne për lajme të tjera do të shihemi sërish të mërkurën në orën 6 dhe mos harroni shon kryesor Kostian Të premte në orën 8. Por deri atëherë, detyra juaj është të bëni subscribe tu poshtë. Nëse i keni bërë skip herën e parë, ju detyroj unë tani të bëni subscribe, okay? Do t'i kesh pa për subscribe. Pafshim. Ándale.